Ish kryetari I Kuvendit dhe ish deputeti I Partisë Socialiste në disa legjislatura Servet Plumbi, I cili I mbylli syt përgjithmonë në moshën 89 vjeçare, u përcoll të mërkurën për në banesën e fundit. Homazhet për akademikun dhe njërin prej themeluesve të Partisë Socialiste u mbajtën në ambientet e teatrit, të operas dhe baletit, ku miq, kolegë dhe qytetar I dhanë lamtumirën e fundit. Ceremonia mortore e Servet Plumbit, të cilin socialistët e thërrisnin profesori, nxori në pa kriset e fundit në Partinë Socialiste. Ish zëvendës kryeministja Belinda Balluku, duket se ka formuar grupin e saj parlamentar me 12 deputetët e qarkut të Fierit, me të cilët u shfaq në omazhet për Servet Plumbin. Tauland Balla zhvilloi homazhe me pjesën tjetër të grupit parlamentar. Ndërkohë, Elisa Spiropali, e cila së fundmi u kërcënua nga kryeministri Edi Rama me përjashtim nga grupi parlamentar, u shfaqe vetme në nderimet për ish kryetarin e Kuvendit. Unë I kam kryer homazhe si ish kryetare e Kuvendit. Në ceremoninë e lamtumirës për Servet Plumbin, mbajti fjalën edhe kryeministri Edi Rama, I cili vlerësoi figurën e tij. Profesori do të mbetet një pikë referimi në historinë e ndryshimeve dhe të ndryshimit e epokave. E padyshim një pikë referimi edhe për gjithë ata që do duan një ditë të kuptojnë dinamikat edhe historinë e vet Partisë Socialiste.